Ju shkoj nerva rrugë Nikoshe. Edhe dini që komuna e Prishtinës ka plan rrugën UÇK me kthy në komuna ka plan me kthy Nikahore edhe rrugën UÇK. Kjo rruga planifikohet me u kthy në Nikoshe, kjo pjesa kënej me ardh prurje për me shku në Arbëri. Me u kthy pandej drejtimi tjetër këta që vinë për Arbëris shkojnë nga kafet e vogla në pjesën tjetër. Edhe lidhen te Luana Haradinaja atje. Atje mandej këta që kanë me hy për Tophane që sot përdoret ky kryqi këtu, i cili është shumë problematik, sidomos në orët e pikut. Është problematik jo për shkak të semaforave vetë, po është për shkak segmentit pasus që është shumë i shkurt. Atëherë eliminohet një pjesë e madhe e konflikteve që janë këtu, komunikacionit. Krijohen veç dy konflikte që janë konfliktet veç me kombësorë dhe pjesën tjetër e rregullon semafori. Lëvizshmëria, fluksi, automjetat do të jenë lëvizje. Ata që hyjnë për Tophane munden me prej Luana Haradinajt mandej me kput rrugën me hy ose me shku te rreth e komunës te pjesa e pazarit edhe me hy prapë për Tophane. Si jo pjesëmarrës komunikacion me veturë, rrugë nuk janë fort problemi jemi. Përveç kur rrugë janë ngushta edhe veturat parkohen trotuar ose kanë herë me bicikëll, është shumë ngushtë s'kam ka kaloj. Sigur kjo rrugë kanë pejton. Komuna e Prishtinës që njihen për eksperimentet e tyre me rrugë, i kanë bërë disa rrugë Nikahore. Disa i kanë bërë Nikahore dhe i kanë kthy prapë Nikahore, e kanë plan me bërë edhe disa tjera. Pse që shtek edhe çfarë bëjnë qytetarët, flasim këtë video. Varet këtë pe lagjës, nësa është e menume po, që së është e menume s'ka sens, por është këtë a u planifiku. Pa plan s'ka sens, s'ka logjik. Rrugë Nikoshe kanë tregu që janë efektive. Ju i përmendët pak më herët në bisedën e lirë që e patëm që disa prej rrugëve që janë bërë më herët para 2 vite e ca, si te shkolla Elena Gjika, pjesa e rrugës që është këtej që hyn në Tophane, sepse rregullojnë rrjedhën e trafikut, po po ashtu i japin banorëve dhe qytetarëve i japin alternativa të komutimit, të lëvizjes. Kemi pas për shembull rastin e Dardanis, rrugën Ilas Kodra, që ka qenë rrugë Nikoshe, ka qenë shumë e suksesshme. Ka kriju një lëvizje shumë të mirë për Dardanin, po me hapjen e punimeve në tunelin e Kurrizit për punimeve artistike, jemi detyruar për një afat shumë shkurt përkohshëm me e kthy në rrugë Nikoshe. Sapo të përfundojnë punimet në Kurriz, do ta kthejmë prapë në rrugë Nikoshe sepse është treguar si projekt shumë i suksesshëm. Ka një herë nuk është që e di cilat janë. Mos me të rrejtë se veç i ndryshojnë shumë brenda një kohë shumë të shkurtë, po jo, se vrejnë. Qytetarët mund të ketë raste që kanë ankesa, në përgjithësi nuk ka ankesa, ka kërkesa për me kthy në rrugë Nikoshe. Na kemi kërkesa të vazhdueshme për rrugën Muharrem Feza me kthy në Nikoshe, jemi në fazat e studimit të mundësive. Na duhet me bëjë disa intervenime infrastrukturore që bllokeve të para të banesave më dhon qasje më të lehta dhe alternativa më të lehta që mos më ra nga 2 km ose 1 km e gjysmë me bëjë qarkun, përndryshe pjesa tjetër është të ardhë me kërkesa për me bërë rrugë Nikoshe. Ka plana, është unaza e mrenshme, që është plan për me u kthy në Nikoshe. Në diskutime, testet e para ka tregu që ajo mund të jetë e suksesshme, ka tregu topsit, pikat të cilat na duhet me intervenu. Me sa e kompone komunikacioni, veç se u letu, nuk është as që shukon Prishtina. Një problem tjetër që shkaktohet prej rrugëve Nikoshe është edhe parkimi i veturave anash rrugës, cilat e ngushtojnë shumë rrugën e veturave edhe e bojnë shumë vështirë qarkullimin, në këtë mënyrë të i bë më pak efektive rrugë Nikoshe.